Pacienti erdhi në The Clinic për të gjetur një zgjidhje që do të rikthente funksionin dhe estetikën e dhëmbëve. Pas grafisë dhe vizitës klinike, u konstatua një tërheqje masive e kockës, ndaj u vendos të kryej një riabilitim total. Fillimisht u bë pastrimi i gurzave për të përgatitur ndërhyrjen kirurgjikale dhe për të shmangur çdo infeksion. Më tej, vazhduam trajtimin me ndërhyrjen kirurgjikale, ku vendosën 6 implante në nofullën e sipërme dhe disa të tjerë në ato të poshtme. Menjëherë pas vendosjes së implanteve, u morën masat mbi implante dhe u krye prova e kafshimit me xhi, për të siguruar që dhëmbët provizor të përshtateshin siç duhet dhe pacientit të ndjehej rehat që ditën e parë. Pacienti u pajis me karikim imediat. Metodë kjo që i mundëson pacientit të ketë dhëmbë provizor funksional që ditën e parë, duke rifituar menjëherë aftësinë për të folur, për të përtypur dhe buzëqeshur pa ndrojtje. Në fund, pacientët ju dhanë udhëzimet e kujdesit pas trajtimit për të siguruar një shërim të qetë dhe të qëndrueshëm. Rezultati, një ndryshim që ndjehet që ditën e parë. Më shumë funksion, më shumë siguri dhe mbi të gjitha një arsye për të buzëqeshur përsëri. Soddisfazione, perché ora perlomeno mi posso anche guardare allo specchio.